Habibullah'sın, sen Resulullah'sın. Ya Resulallah, Medine Münevvere sokaklarında yürüyor. Neccaroğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Neccaroğullarının kızları değil belki. Ama onlar da seni çok seviyorlar. Gözyaşlarından belli ki onlar da seni canlarından çok seviyorlar ya Habiballah. Allah biliyor ki sen de onları çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe diktirmişlerdi. Kenarları beyaz. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizlerine vurarak görüyor musunuz ne kadar güzel demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Habiballah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden onu? İstendiğinde hayır demeyeceğini bile bile neden istemişti ki? Peki dedin o zata. Ve sen yine o eski yamalı cübbeni giymiştin. Dostuna kavuşmaya bir hafta kalmıştı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes ile paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi o kadar isterdim ki. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti, ümmeti diye hüzün giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler ashabına Allah diyen sevgili. Bizi lütfü ilahine bahşettin, beyat ettin. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın. Falemderojmë edhe një herë përzemërsisht Elif Rushit nga Tetova dhe Mervan Jakupi, i biri i Eyub Efendi Jakupit, imamit të Teqes së Strugës. Që dashurit një njerë, ti të trokasim djaloshit të vogël. Ju falemderit shumë. Një besimtar për dashuria, urrejtja, veprimi dhe vetë përmbajtësia e të cilit janë për hir të Zotit, ai e ka përsosur besimin e tij. Pra, vetëm për hir të Zotit meresonte janë edhe këta motra dhe vëllezër tanë. Në vazhdim do t'i ndëgjojmë ilahit, eni të gjithsa jemi kënduar nga Gjezair Durmishin, si dhe ilahin Allahume ya Rabbi, kënduar nga Valdeta Neziri, soliste në Vesa. Pra t'i ndjekim. Eni të gjithsa jemi së bashku të këndojmë, në erdit e bajramit me gzim po e festojmë. Allah ja dhel gjelalu ja men të kebed,
خالق العالمين الله أكبر تراsim në ezane të bëhen musliman Gëzon bota islame këndojmë edhe Kur'an Allah ja dhe gjelalu ja mën të kebber خالق العالمين الله أكبر Me lot nësi për colëm edhe këtë Ramazan Moj bukur vitin tjetër urojnë në këtë bajram Allah ja dhe gjelalu ja mën të kebber Khalek të l'alemina Allahu Ekber Shpërblim për agjerimin gjennetin në dhuron Të lutëm Zoti dashur të gjithë në bekom Allah ya ذا الجلال يا من تكبر خالق العالمين الله أكبر اللهم يا ربي نفعلني بأبرندي اللهم يا ربي نفعلني بأبرندي Na jept miran këtë dunja Na hire Zot na shpëto Na jept miran këtë dunja Na hire Zot na shpëto Na shpëto Na fal neve babenan Fali gjithë këto besimtar Na fal neve babenan Fali gjithë këto besimtar Bëjmë ibadet pa jam dal Na prano Zot këtë dua Bëjmë ibadet pa jam dal Na prano Zot këtë dua Këtë dua Na bani jetën të begatshme Dhe vdekjen të rehatshme Na bani jetën të begatshme Dhe vdekjen të rehatshme Na I merr shpirtin me iman Besim tane jemi kan Na I merr shpirtin me iman Besim tane jemi kan Shahaditin na me than Fjallem ram Zot kjo me kan Shahaditin na me than Fjallem ram Zot kjo me kan Nët me varit në ndihmo Sa më let gjevap me dhan Nët me varit në ndihmo Sa më let gjevap me dhan Gjevap me dhan Ashtu të I kanë me atë hal Vin me lekti suale bajnë Ashtu të I kanë me atë hal Vin me lekti suale bajnë Munkerën të mërine kanë Drive toka kur veprojnë Munkerën të mërine kanë Drive toka kur veprojnë